Dashi, sot do jeni më kritik ndaj vetes dhe do mendoni se keni bërë shumë gabime deri më tani. Gjithsesi, nëse keni një lidhje, pasioni nuk do mungojë në disa momente. Mundet edhe të provokoni pak xhelozinë e partnerit për të parë nëse ai vazhdon t'ju dojë ende si dikur. Bëni vetëm kujdes, mos e teproni. Për ju që jeni ende vetëm, dita do të jetë e mbushur me takime. Disa do mendojnë menjëherë edhe për hapa serioze. Në punë do keni vështirësi për të përqendruar. Mos i dramatizoni gjërat para kohe. Dielli i pozicionuar mirë tek qielli juaj do t'ju ndihmojë ta ruani ekuilibrin financiar. Demi, fal diellit sot do dini çfarë fushë të privilegjoni dhe do keni më shumë siguri në vetvete. Nëse keni një lidhje, mundohuni të largoni rutinën nga jeta juaj sepse ajo mund të sjellë disa probleme. Përgatisni ndonjë darkë romantike që t'ia kaloni sa më mirë. Ju beqarët nuk duhet të merrni si tragjedi zhgënjime dashurore. Pas shiut lind dielli, kështu që bëhuni optimist. Në punë gjithçka do t'ju ecë sipas planeve që keni bërë dhe nuk do mërziteni asnjë çast. Në planin financiar duhet të bëni kujdes nga influenca negative e Plutonit. Ai do t'ju nxjisë të shpenzoni shumë. Binjakët, kënaqësi dhe mirëqenie. Dita e sotme ka për të qenë me të vërtetë mrekullueshme. Ju të dashuruarit do ndjeni mirë pranë atij që doni dhe marrëdhënia do bëhet edhe më harmonike. Në mbrëmje të dashuroheni pa dorashka të dyja palët. Nëse jeni vetëm, të bëni çmos të ndryshoni rutinën, në kërkim e sipër do gjeni edhe dashurinë e madhe që vjen vetëm një herë në jetë. Në jetën profesionale duhet të merreni më tepër me organizimin e punës. Financat do jenë të pastabilizuara dhe pavarësisht se do kujdeseni për to, nuk do t'ja dilni dot t'i përmirësoni. Nga forja, sot do përkushtoheni me shpirt për çdo gjë që doni dhe nuk do ndaleni derisa të arrini qëllimin. Sektori i dashurisë së çifteve nuk do të jetë as pak i kërcënuar. Përgatisni disa momente romantike për ta ndezur më shumë atmosferën. Ju beqarët do mund të gjeni gurin e çmuar, por vetëm kujdes. Ai duhet mbajtur me kujdes sepse mund të thyet ose dikush tjetër mund t'ju arrëmbejë nga duart. Ambicia në jetën profesionale do të jetë e madhe. Gjithsesi, mos u nxitoni për asgjë sepse do bëni gabime. Merrni shtruar çdo gjë. Fati do jetë në anën tuaj në planin financiar. Shfrytëzojeni për të përmirësuar gjendjen sepse jo gjithmonë ai do të jetë në anën tuaj. Luani, sot do gjeni më lehtësisht qetësinë e kërkuar dhe do jeni të gatshëm të bëni edhe kompromise me të gjithë. Jeta sentimentale e çifteve do të jetë stabilizuar dhe pa probleme. Ruajini këtë klimë sa më gjatë. Për ju beqarët, dita do të jetë mjaft e favorshme. Do jeni tërheqës si magnet të vërtetë dhe kushdo që do kaloj pranë nuk do të rrijë dot pa ju hedhur një herë syt. Në punë, edhe pse do merrni një vendim të nxituar, do arrini atje ku doni. Yjet dhe miq do t'i keni në krah. Jupiteri do ndikojë tek financat e do t'ju bëjë më të matur. Para se të bëni ndonjë shpenzim, do t'i bëni mirë llogarit. Virgjëresha, sot do jeni më karizmatik dhe do merrni me humor çdo situatë në çdo fushë. Marrëdhënia me partnerin do përmirësohet mjaft. Nuk do keni për çfarë të ankoheni sot sepse ai që dashuroni do t'ju aplotsojë të gjitha qefet. Nëse jeni beqar, do keni mundësi të përjetoni një dashuri të sinqertë dhe shumë të bukur. Ëndra juaj më në fund do të bëhet realitet. Jeta profesionale pritet të jetë shumë e favorshme. Nëse keni një problem të vjetër për ta zgjedhur, ka ardhur koha e përshtatshme. Buxheti nuk do të jetë perfekt. Do keni tendencë të shpenzoni pa i hedhur syt nga gjendja në të cilën ndodheni dhe kjo do të rrezikojë shumë financat. Peshorja, sot do e keni shumë të vështirë të bëni zgjedhje edhe pse në fakt disa gjëra i keni mësuar nga gabimet e mëparshme. Saturni më në fund do pushojë së influencuari jetën sentimentale e ju të dashuruarve. Ambienti do fillojë të ngrohet dhe bashkëpunimi do fillojë ndërmjet jush. Nëse jeni një zemër e vetmuar, atëherë planetët do t'ju ndihmojnë sot. Aventurat do jenë të shumta, por disa do kenë edhe mundësi për lidhje serioze. Në jetën profesionale e dini mirë se çfarë doni dhe me pak mundim do arrini qëllimin. Financat nuk do jenë të shkëlqyera. Bëni me kujdes shpenzimet dhe mos merrni absolutisht borxhe. Akrepi, dëgjojeni Venusin gjatë kësaj dite dhe mundohuni të pajtohuni me personat me të cilët keni pasur zënka të forta. Nëse tashmë jeni në një lidhje, kujdes nga influenca e Jupiterit i cili do t'i bëjë të kërkoni më shumë liri. Nëse nuk tregoni të kujdesshëm, lidhja mund të ketë rënditje të mëdha.
Nëse jeni vetëm, Saturni nuk do t'ju lejojë të entuziazmoheni kot për diçka që nuk ja vlen. Planetët do t'ju ofrojnë shumë mundësi për të arritur atje ku doni në profesion. Do ketë ndryshime goxha pozitive. Në planin financiar do keni probleme të vogla. Gjithsesi, nëse tregoni më të organizuar, ju mund t'ja dilni edhe më aq para sa keni. Shigjetari. Sot nuk do t'ju ndodhin gjëra të mira dhe në shumë momente do ndjeni plotësisht të paqëndrueshëm. Fal për shtjellimit yjor, përmirësimi i marrëdhënies suaj me partnerin mund të mos ndodhë, megjithatë shmangni me çdo kusht të flisni për ndarje. Për ju beqarët, dashuria do të jetë pika më e fortë. Sharmi dhe magnetizmi natyral do t'ju bëjnë më të privilegjuar se asnjëherë më parë. Në punë çdo gjë do shkojë ashtu si e kishit menduar. Do jeni realist dhe kjo do t'ju ndihmojë më tepër. Sektori i financave do të jetë i mbrojtur. Nëse ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm për buxhetin, bëheni sot pa u menduar më gjatë. Briciapi. Nëse doni që gjërat ju ecin edhe më mirë gjatë kësaj dite, mundohuni të jeni më të hapur e të mendojeni mirë para se të veproni. Nëse sapo keni krijuar një lidhje me personin që ju pëlqente prej kohësh, duhet të keni besim të plotë tek ai në mënyrë që marrëdhënia juaj të vazhdojë sa më gjatë. Flisni për gjithçka dhe mbajeni larg xhelozinë e tepruar. Nëse jeni beqar, do lini veten të lirë dhe nuk do programoni asgjë. Dita e sotme do të jetë vërtet shumë e bukur. Karriera do të ecë përpara. Edhe kolegët do t'ju përgëzojnë sinqerisht për arritjet. Marsi do ndikojë tek buxheti dhe do t'ju sjellë fat. Përfitoni sa më shumë për shpenzime për të hequr para më njan. Ujori. Sa do të mundoheni sot, Dielli dhe Saturni do e keni të vështirë të shmangni përplasjet e forta me disa momente. Për ju të dashuruarit, influenca e yjeve do bëjë që sot ta shihni partnerin me një sy tjetër dhe do qëndroni më afër tij. Pasioni do rindizet dhe do ndjeheni më mirë. Ju beqarët kësaj here mund të keni një takim vendimtar. Gjithsesi, këshilla e yjeve është të mos tregoni të nxituar për asgjë. Me motivimin dhe energjinë që do t'ju jap Marsi në punë do arrini majat. Përgjegjësitë që do t'ju jepen do t'jenë të mëdha dhe me shumë peshë. Në planin financiar do të jetë një ditë shumë e mirë për të realizuar operacione financiare. Përfitoni sa më shumë. Peshqit. Sot do ndjeni shumë më mirë sepse do arrini të menaxhoni veten dhe emocionet tuaja. Do kujdeseni shumë që lidhja juaj me partnerin të jetë sa më harmonike dhe me ngjyra. Dialogu dhe bashkëpunimi me të do të përmirësohen. Ju beqarët do jeni më ëndrimtar se kurrë dhe do prisni gjatë gjithë kohës princin e kaltër. Për disa prej jush, ëndra do të bëhet realitet. Në punë do ndikoheni nga Merkuri, i cili do t'ju bëjë më këmbgulës dhe të duruar. Do përballeni edhe me disa kolegë për diçka. Influenca e Saturnit tek financat do të jetë një sfidë e vërtet për ju. Tregoni shumë të kujdesshëm.